Të nderuar miq, familjarë dhe miq, gjithë të pranishëm. Faleminderit nga zemra për ngushëllimet për fjalët kretëse. Në emër të familjes Faqe, në emër të babit, ju falenderoj për kujtesën dhe mbështetjen. Ju jeni mirënjohës të gjithëve. Gjyshi asnjëherë nuk është dëgjuar për babë të sëmundjeve. Shpresa për të ritakuar babin dhe bashkëpunëtorët e tij në Hanë ishte më e madhe se sa dhimbja e sëmundjeve. Besimi në papajsinë e tyre ishte më i hekur se sa akuza e padrejtë. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ia hapte derën në spital. Nuk u dorëzua dhe u rikthye në jetë disa herë. 3 orë bashkësedim atë ditë ju bën 3 orë më të rëndësishme të jetës së tij. Një bisedë babë e bie. Që të dy e kërkonin ndjerimin. Vdekjen e shpejtë të gjyshit e pashën në fytyrën e babit kur doli nga spitali. Gjyshi i ndjetoi të gjithë muajtjeve, dhimbjeve nëpër të cilat kaluan si popull. Por, këto 4 vite nuk i ndjetoi muajtjeve dhe dhimbjes nga padrejtësia. Një sëmundje e pashënueshme për njerëz të fortë, krenar dhe me dignitet. Dhe si sot të shkel gjyshi me vdek pa u korrit. Gjysh, asot nuk jemi korrit. Fatkeqësisht, babi nuk e lejuan të japë lampunirën e fundit bashkë me nesër. Nuk e lejuan t'ia gjojë në grush të dhejët të Drenicës mbi barë. Por, në vend të babit, sot ka ardhur Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Luvina. I madh dhe i përjeshëm do të jetë jetimi ynë për ky gjysh. Miq e familjarë të pranishëm. Për ne, gjyshi ishte kështjellë e pathyeshme e urtësisë dhe e dashurisë. Ai na mësoi se bashkimi është çelësi i çdo fitori. Dhe personifikimi i këtij bashkimi janë krerët e QK-s në Hanë. Le ta ndjekum shembullin e tyre për të bashkuar sërish për fitoren e radhës mbi padrejtësinë. Ju falenderoj të gjithëve që keni mbështetur familjen tonë, familjen e Axhit Kadri, të Bacit Jakub, të Axhit Req dhe familjet e gjithë atyre që po mbahen në Hanë. Faleminderit për respektin dhe ngushëllimin tuaja. Jam të mirë gjysh, prejo në paqe. Faleminderit,